Kushdo që u hedh një sy qytetërimeve të sotme, do të përballet me një të vërtetë. Qytetërimi perëndimor është më i përparuar se të tjerët në shkencë, kulturë, ekonomi, madje edhe në art. Qytetet më mbreslënëse të botës gjenden në perëndim. Zhvillimet e reja në shkencë dhe teknologji vijnë po ashtu nga perëndimi. Plot njerëz nga vende të ndryshme të botës i kanë zili perëndimorët, jo vetëm për kulturën dhe qytetërimin, por edhe për filozofinë dhe besimin e tyre. Aynı zamanda felsefe ve inançlarına da hayranlık duymaktalar. Por po t'i njihni faktet historike, ndoshta nuk do të gabonit kaq lehtë. Bu yanılgıya düşmeyeceklerdir. Nëse do të shkurtojmë historinë e 2000 vjeçarëve të fundit, kemi një tablo krejt të ndryshme nga e sotme. E feja islame u dha hovin më të madh për parimeve kulturore dhe shkencore në historinë e njerëzimit. Në një kohë kur perëndimi ishte i humbur në terrë, Islami themelonte qytetërimin më të sofistikuar në botë edhe i sillte dritë një bote që pa të do të mbetej e zhytur në errësirë. Le të shohim së bashku atëherë. Në 14 shekuj më parë, një fe e re lindi në Gadishullin Arab. Kjo fe u mësoi arabëve të dhunshëm, të paditur e barbar paqen, arsyetimin dhe qytetërimin. Shumë kombe të reja përveç arabëve u ndriçuan nga kjo fe e re. Kultura, filozofia dhe artet morën një hoftë të paparë. Kjo fe ishte Islami, feja e Zotit, e dërguar si udhëzim për njerëzimin. Islami, drita që ndriçon botën. Në shekullin e 7, Arabia ishte një ndër viset më të trazuara të botës. Ajo ishte vend banim për plot bashkësi fisnore, edhe se cila prej tyre adhuronte idhuj të ndryshëm. Për hir të këtyre idhujve, fiset luftonin me njëri tjetrin, derdhnin gjake madje vrisnin edhe fëmijë. Kudo mbizotron të një moral i zvetënuar, në vend të dashurisë sundonte urrejtja, edhe në vend të dëmshurisë, mizoria. Por mrekullisht, brenda pak 10 vjeçarësh, kjo botë e përgjakur dhe errët do të ndryshonte krejtësisht. Mrekullia ishte Kurani, që Zoti e solli si udhëzim për njerëzimin. Zoti ja zbuloi Kuranin Muhamedit, paqja dhe bekimi i tij qofshin mbi të. Zbulesa e parë i mbërriti profetit Muhammed, teksa ai meditonte në shpellën Hira. Lexo në emër të Zotit tënd që krijoi. Krijoi njeriun prej një lënde të ngjitur. Lexo se Zoti yt është më bujari.
A i mësoj njeriut të përdor penën, i mësoj njeriut atë që nuk e dinte. Përmes këtij urdhri, ata arab të dhunshëm e të zënë si në qark brenda një qarku ignorancë të thellë, ftoheshin për të parën herë të lexonin. Edhe të mendonin. Pikërisht, këtu do ta kishin zanafillën edhe zhvillimet kulturore më mbreslënse në historinë e njerëzimit. Shkatërimi i idhujve. Profeti Muhammed nisi të predikonte Islamin në Mekë, qyteti më i madh i Arabisë. Banorët e Mekës ishin mbrojtësit e Kabës, faltores së ndërtuar nga profeti Ibrahim për të adhuruar një Zot të vetëm, por që ishte kthyer tashmë në një tempull ku adhuroheshin idhuj. Qindra idhuj brenda Kabës qëndronin si simbole të fesë së vetnuar, të banorëve vendas edhe si burim të ardhura shpërtar. Ata u blatonin flijime këtyre idhujve. Kërcenin e ngazëlleshin rreth tyre duke shpresuar që me rituale të tilla të fitonin mirësinë edhe pëlqimin e tyre. Por në të vërtetë, ata thjesht adhuronin copa guri e druri, që i kishin gdhendur vetë me duart e tyre. Zoti u drejtohet atyre në Kur'an duke i ftuar të arsyetonin. O njerëz, po ju jepet një shembull, ndaj mbani vesh. Vërtet ata që u luteni në vend të Allahut nuk mund të krijojnë asnjë mizë, edhe nëse mblidhen të gjithë bashkë. Nëse miza u rrëmben atyre ndonjë send, ata nuk do të mund t'ja marrin përsëri. Sa i dobët është lutësi e sa i dobët është edhe veti luturi. Paria e Mekës i ktheu shpinën kësaj të vërtete. Madje jo vetëm kaq, por ushqeu dhe nxiti një zemërim me urrëtie të papërfytyrueshme ndaj Muhamedit, që ishte dërguar me të vërtetën. Së pari, ata deshën ta largonin me forcë nga rruga që kishte nisur. Më pas nisën ta trëndnin, madje tentuan edhe ta vrisnin. Shumë musliman që i besuan profetit ranë viktima të bastisjeve e plot të tjerë u martirizuan. Pas gjithë këtyre, i Zoti u tregoi muslimanëve një rrugë për t'u shpëtuar mundimeve. 13 vjet pas zbulesës së parë, në kohën kur torturat ndaj muslimanëve kishin arritur kulmin, paria e Yathribit, një qytet në veri të Mekës, i ftoi muslimanët që të strehoheshin në atë qytet. Edhe profeti vet u detyrua të migronte. Ky qytet që më vonë u quajt Medinë, do të bëhej kryeqyteti i ri i Islamit. Profeti nënshkroi një marrëveshje me hebrejt, të krishterët dhe me arabët jo musliman, duke themeluar një rend të drejtë, në cilin të gjitha bashkësitë e ndryshme fetare do të jetonin në paqe dhe harmoni me njëra tjetrën. Gjatë 5 viteve në vazhdim, mes muslimanëve të Medinës edhe idhujtarëve të Mekës, u zhvilluan 5 luftra të ashpra. Idhujtarët e Mekës sulmuan me qëllimin për të zhdukur çdo musliman, duke shpresuar kështu ta fshinin Islamin nga faqja e dheut. Në anën tjetër,
Muslimanët luftuan për të shpëtuar veten edhe fenë e tyre, duke besuar vetëm te Zoti, edhe duke kërkuar vetëm kënaqësinë e Tij. Në të gjithë luftrat, muslimanët u kujdesën që të mos u shkaktonin vuajtje të pafajshme. Kur nuk dëmtuan pa drejtësisht ndo kënd, pasi Zoti e ndalonte diçka të tillë. Dhe luftoni në rrugën e Allahut, kundër atyre që ju sulmojnë, e mos e tejkaloni masën, se Allahu nuk i do ata që e teprojnë. Sipas traditës arabe, çdo rob lufte duhet të vritej. Por profeti, duke ndjekur udhëzimet e zbulesave hyjnore, i urdhëroi muslimanët të trajtonin ata me mirësi edhe të ushqenin nga ushqimi i tyre. Robërve u kërkohej vetëm të mësonin shkrim e këndim muslimanëve analfabet, edhe në shkëmbim fitonin lirinë. Ndoshta për herë të parë, pas mijëra vitesh, në truallin arab po vërehej dëmshuri, falje edhe qytetërim. Edhe teksa vitet kalonin, drejtësia e islamit edhe standardet e larta morale u përhapën në të gjithë Arabinë. Drejtësia, integriteti dhe vendosmëria e muslimanëve ju bën shumë përshtypje fiseve arabe, të cilëve nuk u mbeti gjë tjetër, veç se të pranonin islamin. Ushtria e islamit u bë e papërballueshme, edhe në vitin 630 ajo marshoi drejt Mekës. Paganët Mekas, për shkak të mizorive që u kishin shkaktuar muslimanëve, i trembëshin shumë dëshkimit edhe hakmarrjes. Kur pan ushtrinë muslimane, ata ja mbathën të tmerruar. Tradita arabe e kërkonte që burrat e mundur të vriteshin në tehun e shpatës, ndërsa gratë dhe fëmijët të sklavroheshin. Paganët e Mekës ishin të sigurt se i priste një fat i tillë. Por veprimet e profetit i shpalosën mëshirën e pafundme të Zotit. A i shpalli se nuk do të merrej hak, edhe se askush nuk mund të shtërngohej të pranonte fenë islame. Ky akt faljeje edhe tolerance u ka bërë përshtypje të gjithë historianëve perëndimor. When Muhammad came into Mecca, E kur Muhamedi hyri në Mekë, jo vetëm që nuk ndërmori ndonjë fushat gjakderdhje, por në të vërtetë i përqafoi ata Mekas që e kishin luftuar për vite me radhë, madje ishin përpjekur edhe ta zhduknin. Kjo ishte teje tronditse për njerëzit e kohës së tij. Pra pikërisht në themelimin e një feje, ne gjejmë episode të një bujarie të madhe. Shpeshherë vepra të jashtëzakonshme të një mirësie edhe mëshire të pakufishme. Often extraordinary acts of kindness and mercy. Profeti nuk ishte ardhur për të ndëshkuar banorët e Mekës, por për t'i çliruar ata nga besimet e rreme. Ushtria muslimane pas marrjes së qytetit u drejtua drejt për tek tempulli i Kabës. Profeti hyri në ndërtesën e shenjtë dhe i rrëzoi të gjithë idhujt një nga një. Bashkë me ta, u shkatruat çdo mizori, pa drejtësi, barbarizëm e vepra e dhunshme që kryhej në emër të tyre. Me përhapjen e vlerave të Kuranit në Arabi, të gjitha padrejtësitë,
Shtypjet edhe gjakmarrjet e trashëguara nga koha e ignorancës para-islamike u zhdukën. Kjo është edhe arsye se përse më vonë kjo kohë e re u quajt periudha e bekuar. Toleranca, drejtësia dhe mshuria në Islam. Islami vazhdoi të përhapej pas vdekjes së profetit Muhammed. Vetëm brenda pak 10 vjeçarve ai u përhap në të gjithë Mesopotamin e në Afrikën e Veriut, ndërsa në lindje arriti deri në Indi. Arabët, të cilët pak dekada më parë kishin qenë bari në shkretirët e Arabisë, u bën prijes të një perandorie gjigande për shkak të urtësisë, kulturës dhe të vetdijes që kishin fituar fal Islamit. Brenda jo më shumë se 100 vjetësh, perandoria e tyre u përhap mbi një sipërfaqe shumë më të madhe se ajo e perandorisë romake, edhe qeverisja që ata vendosën që gjithashtu shumë më e fuqishme. Brenda kësaj perandorie gjendeshin një sër bashkësish fetare, sidomos hebrej edhe të krishterë. Muslimanët ishin shumë tolerant ndaj të gjithë grupeve fetare në tokat që merrnin nën kontroll. Askush nuk shtrëngohej të ndryshonte fen, edhe çdo kujt i respektohej besimin. Sinagogat edhe kishat mbroheshin në një kohë kur imponimi për të ndryshuar fen ishte kudo diçka e zakonshme. Toleranca e muslimanëve ishte unike. Ndër shembujt më të shkëlqyer të kësaj tolerance mund të përmendim marrjen e Jeruzalemit në vitin 638 nga ushtria e muslimanëve në drejtimin e kalifit Omer. Patriarku i kishës së Varrit të Shenjtë u friksua se mos muslimanët do t'ia shkatronin kishën. Omeri u bëri të krishterëve një vizitë miqësore brenda në kishë edhe i tha se nuk kishte shkak pse të friksoheshin. Kur erdhi koha e namazit, ai kërkoi leje patriarkut, u largua nga kisha edhe u fal diku aty afër. Më vonë në vendin ku Omeri fali namazin e tij të parë, do të ndërtohej xhamia Aksa.
Muslimanët i dhanë Jeruzalemit një ndër veprat më të mrekullueshme arkitekturore. Xhamia e Shkëmbit u ndërtua mbi shkëmbin nga ku besohet se Muhamedi u ngjit për në udhëtimin e tij qiellor në natën e Mirazhit. Me zbukurimet e saj të veçanta dhe kuben ngjyrari, Xhamia e Shkëmbit ilustronte ndjesinë e Islamit për artin dhe qytetrimin. Nga ana tjetër, Evropa qeverisej nga dogma edhe barbarizmi. Kisha katolike i shtypte hebrejt, madje edhe të krishterët që u përkisnin kisheve të tjera. Ndryshimi i fesë me dhunë, tortura dhe përndjekje në emër të fesë ishin praktikat zakonshme në Perëndim. Ndërsa muslimanët i trajtonin kurdoherë, i thtarët e librit, pra çifutët edhe të krishterët, me respekt edhe mshuri, ashtu siç i urdhëronte Zoti në Kur'an. Kisha e shëngjonit në Damask të Siris është një nga shembujt që e tregon këtë më së miri. Muslimanët që morën nën kontroll zonën, filluan të falnin aty namazin e të premtes, por ajo u përkiste të krishterëve, të cilët mbanin aty meshën të dielave. Të dyja palët adhuronin Zotin në paqe në të njëjtin vend. E teksa numri i muslimanëve rritej në qytet, autoritetet muslimane e blen kishën me miratimin e bashkësisë së krishterë. Pranë kishës, ata ndërtuan një xhami, duke e pasuruar oborin me motive islame. Shembuj manitës të artit të hershëm islam shihen në ndërtimin mbi shtyllat e trashëguara nga Bizanti. Toleranca e muslimanëve ndaj hebrejve dhe të krishterëve vazhdoi përgjatë gjithë historisë islame. Qifutët që i shpëtuan tiranisë së inkuizicionit në Spanjë gjetën stre edhe tolerancë në perandorinë osmane. Toleranca e islamit ndaj hebrejve dhe të krishterëve e ka burimin pikërisht tek vlerat kuranore. Zoti urdhëron muslimanët të sillen kështu me i thtarët e librit. Me i thtarët e librit diskutoni veç në mënyrën më të sjellshme, me përjashtim të atyre që bëjnë mizori, dhe thuajuni: ne i besuam asaj që na u zbrit neve, edhe ju zbriti juve, edhe Zoti ynë, Zoti juaj është një, e ne i jemi nënshtruar atij. Islami, burimi i shkencave bashkohore. Një nga cilësitë e ndritura që Islami i solli njerëzimit ishte mendimi shkencor. Shoqëritë e lindjes mesme dhe ato arabe para islame nuk shqetësoheshin të mësonin për gjithësinë, për mënyrën se si erdhi natyra në ekzistencë edhe si funksionon ajo. Ata mësuan të mendonin mbi këto çështje edhe të kërkonin zgjidhjen e tyre te Kurani. Në Kuran, Zoti u urdhëron të njerëzve të ulumtojnë se si erdhën në ekzistencë qiejt edhe toka. Kjo thirrje drejtuar logjikës çoi në lindjen e shkencës në qytetrimin islam. Ky ishte një zhvillim i veçantë shkencor në historinë botërore.
Bagdati u bë kryeqyteti shkencor i perandorisë së Islamit, sikurse edhe kryeqyteti i saj administrativ. Shkencëtar, filozofë e studiues vërshonin Bagdad nga të gjithë anët e botës islame, edhe mblidheshin në të famshmen shtëpi të urtësisë, në qëllim që të sqaronin të fshetat e gjithësisë që Zoti kishte krijuar. Kjo vedi e shkencëtarëve musliman që e kishte burimin te Kurani i shenjtë, hodhi bazat për zhvillimet më të mëdha shkencore që historia nuk i kishte njohur deri atëherë. Një cilësi tjetër që Kurani nxiti te muslimanët ishte të zotëruarit e një mendjeje të hapur, çka u mundsoi atyre të shqyrtonin dijen shkencore të qytetërimeve të tjera pas një lloj paragjykimi. Veprat e muslimanëve ishin të mbushura me punë kërkimore, vëzhgime, eksperimente dhe për llogaritje. Sistemi dinamik që përdoret sot në mbar botën është zhvilluar nga matematikanët muslimanë. Shkencëtarët muslimani kushtuan një rëndësi të veçantë e vëzhgimit astronomik. Astronomia moderne do të zhvillohej prej sistemeve të tyre. Shkencëtarët musliman përllogaritën gjithashtu orbitën e hënës rreth tokës edhe regjistruan formula matematikore. Algebra dhe trigonometria janë po ashtu zbulimet matematikanëve muslimanë. Veprat e jashtëzakonshme arkitekturore në të gjithë botën islame u mundsuan nëpërmjet kësaj infrastrukture shkencore. Disa nga arritjet më të mëdha të muslimanëve ishin në fushën e mjekësisë, ndërsa në anën tjetër të Evropës mbizotronte mendimin se sëmundjet shkaktoheshin nga shpirtrat e liq. Kurimi as që ekzistonte si fjalë në fjalorin evropian të asaj kohe. Në anën tjetër, shkencëtarët muslimanë, pas një pune të gjatë kërkimore, arritën në përfundimin se sëmundjet shkaktohen nga krijesa shumë të vogla që nuk mund të shiheshin dot me sy të lirë, dhe se të smurët duhet të kuroheshin në mjediset veçuara nga njerëzit e shëndetshëm. Kjo bëri që të ngriheshin spitalet e para bashkohore. Pacientët mbaheshin dhe kuroheshin me metoda shkencore në dhomat veçuara, sipas llojit të sëmundjeve nga e cila vuanin. Ata që vuanin nga sëmundjet mendore kuroheshin nëpërmjet muzikës, në një kohë kur në Evropë të sëmurët mendor konsideroheshin si shërbëtor të djallit edhe digjeshin të gjallë. Studimi i mjekëve musliman për anatominë e trupit të njeriut ishte aq i saktë, sa që u përdor në tekstet e shkollave mjekësore evropiane për më se 6 shekuj. Drunken threats about what he would do to the fellow when he woke up in the morning and then fell fast asleep again. Probably so drunk. Në një dokumentar mbi botën islame të përgatitur për BBC nga komentuesi Terry Jones, mbi standardet e larta shkencore të islamit, flitet kështu. Një filozof nga qyteti i Haranit kishte arritur të maste me saktësi largësinë nga toka Gjernahan. Ndërkohë, një tjetër kishte pohuar se nëse do të mund të ndahej atomi, do të shlirohej aq energji sa të mund të shkatërrohej një qytet i madh sa Bagdati. Në këtë shkollë mjekësore, të ndërtuar këtu në Damask në vitin 1154,
Mjekët jepnin mësime në fushën e anatomisë, të mjekësisë krijuese, të kirurgjisë, të qarkullimit të gjakut, shumë shekuj para Harvit. Mjekët muslimanë, kur vizitonin të sëmurët, u mastin atyre pulsin, shumë shekuj para se evropianët të mësonin se ç'është qarkullimi i gjakut. E gratë shtatzëna lindin në kushtet më të mira higjienike të asaj kohe. Tekstet e asaj kohe, ku janë vizatuar veglat që përdornin kirurgët musliman, tregojnë se sa të përparuara ishin njohuritë e tyre mjekësore. Gratë gjithashtu shkolloheshin në fakultete shkencore të botës islame, duke dhënë ndihmën e tyre në përparimin e shkencës. Shkencëtarët musliman bën zbulime me shumë vlera në fushën e optikës edhe të dritës. I pari që ka përshkruar me hollësi anatominë e syrit ka qenë okulisti Ibn Haytham, kërkimet e cilit mbi thjerrat e syrit i hapën rrugë zbulimit të aparatit fotografik. Mjekët musliman gjithashtu zbuluan shkaqet e dëmtimeve në sy edhe patën shumë sukses në ndërhyrjet kirurgjikale për largimin e perdës së syrit. Edhe kjo, thuajse 1000 vjet para se evropianët të merrnin mundimin për të kuruar sëmundjet e syrit. Trashëgimia shkencore e islamit, që burimi i rilindjes evropiane, që filloi në shekullin e 15. Shkencëtarët e krishterë u dhan hovë zhvillimeve shkencore evropiane me anë të diturisë që përftuan nga homologët e tyre musliman. Drita e islamit i ndriçoi edhe ata. Qytetërimi i lartë i islamit. Një nga cilësitë dalluese të muslimanëve ka qenë ndjeshmëria e tyre e lartë për artin dhe estetikën. Parajsa që përshkruhet në Kur'an është vendi i bukurisë pa imagjinuar, i shijes më të këndshme, i një madhështie që të habit. Muslimanët, me zemrën e pasuruar prej ndjesish të tilla artistike, u bën autor të veprave të mrekullueshme të artit, edhe vendet ku ata qeverisnin, u bën më modernet edhe më të përparuarat në botë. Teksa islami pas vdekjes së profetit vazhdoi të përhapej nga Arabia në të gjithë drejtimet, solli me vete zhvillim edhe mirëqenie. Ngado që shkonin muslimanët, sillnin qytetërim. Për shembull në Tunizi, ata projektuan një sistem gjenial për pastrimin e ujit për të përmbushur nevojat për ujë të pishëm në qytet. U ndërtuan 2 basene të mëdha të lidhura me njëri tjetrin për ta mbajtur ujin në gjendje të qetë. Pa pastërtitë që binin në fund ose ngjiteshin në sipërfaqe, hiqeshin më një anë dhe nëpërmjet tubave uji dërgohej në qytet. Inxhinierët musliman ndërtuan edhe mullinj për ta çuar ujin në qytet. Kryeqyteti Bagdati ishte qyteti më mbreslënës edhe më modern në botë. Plani dhe arkitektura e tij ishin madhështore. Ja si e përshkruan atë një udhëtar që vizitoi qytetin. Të gjithë shëtitorët e Bagdatit lidhen me kopshte, parqe, vila, sheshe, me tregje mbreslënse dhe banja turke. Ky qytet mrekullisht i bukur shtrihet me milje të tëra në të 2 krahët e lumit. Një tjetër qendër e rëndësishme e islamit ishte në Spanjë.
Shteti musliman i Andaluzis ishte më modern në Evropë. Kryeqyteti Cordova, me arkitekturën e tij, me rrugët e sistemuara të ndriçuara, me bibliotekat, spitalet e pallatet, ishte një qytet madhështor. Në të njëjtën kohë, qytetet më të mëdha të Evropës, si Londra dhe Parisi, ishin të fëlliqur, të errët e të çrregullt. Kjo ishte edhe arsyeja se pse evropianët që vizitonin Kordovën mbeteshin pa mend nga madhështia, kultura dhe arti që hasnin në këtë vend. Qyteti i Kordovës në shekujt e 9 edhe të 10 ishte qyteti më i madh dhe më mbreslënës në Evropë. Ne kemi përshkrime nga njerëzit që vinin dhe mrekulloheshin me gjithë ato lule në rrugët e hapura të qytetit, me dritat që ndriçonin qytetin. Qytetet e veriut ishin të errta. Kordova kishte ujë të rrjedhshëm. Njerëzit jetonin në shtëpi të mëdha. Krejt ndryshe nga kjo, në Paris, njerëzit jetonin në kasolle të ndyra pranë brigjeve të lumit. Një nga pak veprat e mrekullueshme arkitekturore që kanë mbetur nga ajo kohë është katedralja katolike në qendër të qytetit. Kjo dikur ka qenë xhami, edhe më vonë u kthye në kishë. Pjesa e brendshme e xhamisë ishte e mahnitshme nga ana estetike, edhe të krishterët që erdhën në Kordovë mbetën pa fjalë nga bukuria e saj. Në shekullin e 10, një murgesh saksone, me emër të vështirë për të shqiptuar, Horosuita, e ka përshkruar Kordovën mesjetare si stolia e botës. Bukuria e qytetit e kishte mahnitur. Të mos harrojmë se ajo ishte një murgesh e krishterë. Një nga veprat më të mrekullueshme arkitekturore në Andaluzi ishte pallati Alhambra, një shembull i shkëlqyer i artit edhe i estetikës islame. Në stilin sublim të pallatit mund të ndihej fryma e lartë që Islami kishte ngjallur tek njerëzit. Kopshtet e Alhambrës kishin burime të ndërlikuara uji, të ndërtuara duke shfrytzuar sisteme të rëndesës. Modeluesit musliman të Alhambrës në punën e tyre frymëzoheshin nga përshkrimi i Kuranit për parajsën. Përveç arkitekturës, muslimanët ishin të parët në të gjithë planetin për sa i përket stilit edhe cilësisë së rrobave që vishnin. Pëlhurat më të mira të cilat bota nuk i kishte njohur kurrë më parë, endeshin në tezgjahet e muslimanëve. Pëlhurat dhe stofrat e prodhuara nga muslimanët ishin simbole të statusit mes elitave evropiane, edhe kështu muslimanët i impononin botës asaj kohe modën e tyre. Evropianëve ju desh që edhe banjën edhe përdorimin e sapunit ta mësonin nga muslimanët. Kultura e lartë, shija e hollë dhe mendimi i thellë që Zoti i mësoi njerëzimit në Kur'an, ndriçoi mbar botën.
Filmimizin bu birinci Në këtë film, shtjelluam disa të vërteta shumë domethënëse. Ne pam se Islami, që në çastet e para të zbulesës që mori profeti Muhammed, ndriçoi rrugën drejt të vërtetës edhe të bukurës. Muslimanët të ndriçuar me vlerat e Kuranit, ngado që shkuan, sollën tolerancën, arsyen, shkencën, estetikën, higjienën edhe mirëqenien. Ndërkohë që Evropa ishte zhytur në errësirën e fundamentalizmit edhe të barbarizmit, bota islame paraqiste qytetërimin më të përparuar mbi dhe. Të gjitha vlerat dhe dituria që evropianët përftuan nga muslimanët luajtën një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimet e mëvonshme të qytetërimit evropian. Nga ana tjetër, amullia që erdhi më pas në botën islame u shkaktua nga braktisja e arsyes, e të menduarit të hapur edhe e ndershmërisë që mëson Kurani. Në filmin e dytë, do të vazhdojmë të ndjekim dritën që Islami i solli botës, si dhe të njihemi më nga afër me kryqëzatat, me perandorinë osmane, edhe më shumë më tepër se këto. Asnjëherë nuk duhet haruar se muslimanët ishin përfaqësues të një feje të madhe, e cila ngriti nga asgjëja, një nga qytetërimet më madhështore të botës. Burimi i kësaj feje është Kurani. Ai është parimi udhëzues që i nxjerr njerëzit nga errësira në dritë, sikurse Zoti i Madhëruar i thotë të dërguarit të tij: Peygamber Efendimiz'e bildirdiği gibi. Ky është libri që ta zbritëm ty, në mënyrë që t'i nxjerrësh njerëzit nga errësira në dritë, me lejen e Zotit të tyre, në rrugën e të gjithë fuqishmit, të gjithë lëvduarit.